Që është e hënë, ka se si të mungoj Denisa Shylle, mirëmëngjes, mirë se erdhe, shumë kënaqësi të të kemi. Mirëmëngjes. Mirë, jemi munduar relativisht, po, për shkak të gjithë gjës që ka ndodhur. Si është kjo javë të paktën për shenjat e horoskopit? Javë është më mirë se sa javë e kaluar. Javë e kaluar ishte më hënë e plotë e shenja krepit, që do me thënë ato që ndodhën. Ditën e premte ka qenë ishte hënë e plotë. Hënë e plotë e jashtëzakonshme, ndosë. Si ka ndikuar? Ndikimet, po e them në këtë mënyrë, kur kemi një hënë të plotë tek shenja e krepit, duke qenë se një natë të parë hëna nuk ndjet mirë, shkakton gjithmonë probleme, kriza dhe akrepi do të thonë transformime, në disa raste ndryshime rrënjësore si lindje dhe vdekje. Prandaj dhe kemi ndjerë që të gjithë kanë që pak si të agravuar këtë periudhë. Ka një farë qartësimi në të vërtet, po gjithmonë vjen si pasojë shumë ngjarjeve të rënda. E vërtet, e vërtet. Edhe kjo javë si pasqyrohet për gjitha shenjat në përgjithësi dhe pastaj ndarjen specifike. Patjetër, njërin radhë parë po them gjërat që kemi më të rëndësishme gjatë javës do të kaloj Plutonin në retrograd. Plutoni është në planeti përgjegjës edhe për shenjën e Akrepit, prandaj ka pak a shumë të njëjta tematika, ndryshime rrënjësore, por kur kemi në retrograd të Pluton, domethënë që jemi të detyruar që të vëzhgojmë edhe një rjetën që kemi bërë ose zgjedhjet që kemi bërë në këto momente. Prandaj dhe, si rezultant që ose thjesht nga dalësohemi, kemi shumë të thjeshtë të kuptojmë se çfarë kemi bërë gabim dhe ta ndryshojmë, po njerëzit të cilët vazhdojnë me këmbgulje që të rinë tek e vjetra, normalisht do të kenë shumë probleme dhe fal tyre mund të kemë probleme të gjithë sepse shoqëria duhet të evoluojë gjitha në mënyrë që të jemi të gjithë të qetë. Për këtë arsye deri në tetor, duke qenë se është një retrograd 5 mujorëshe. Po. Deri në tetor. Deri në tetor, po do të na duhet të gjithëve që të jemi më të vëmendshëm dhe më të kujdesshëm, mundësisht të mos reagojmë, të shikojmë mirë situatën dhe të fokusohemi tek gjërat që i kemi vetë në dorë, sepse siç e thash, të gjithë do të kemi mundësi që të ndryshojmë bashkë me rrjedhën e kohës. Rezultati gjithmonë është pozitiv, unë këtë e them gjithmonë, por domethënë këto që përjetimet e ndryshme që kemi gjatë rrugës, normalisht bën të vështira. Nuk evitojmë dot. E vërtetë. Okej, vazhdojmë atëherë me dashin apo jo? Patjetër, shenja e dashit gjatë së jave është në përgjithësi në këto momente jemi futur tek gjitha shenjat në një fazë ku duhet të nxjerrin nga ato atyre gjëra që nuk janë funksionale, por shenja e dashit, kjo do të thonë tematikat që kanë të bëjnë me marrëveshjet në përgjithësi ose me pronat e përbashkëta të ardhurat e përbashkëta, vlerat në përgjithësi, ato që janë monetare më tepër. Prandaj dhe gjatë gjithë së jave do të fokusohet tek këto lloj tematikash. Gjërat që kanë mbajtur mbrapa do të dalën më tepër në skem problematikat që ka brenda karrierës, pra në vend e tyre të punës. Dhe fare kësaj do të kemi mundësi edhe që t'i piketojmë dhe t'i zgjidhim. Kemi aftësi në këto moment, vërtet që kemi shumë aftësi sepse kishim kalimin e mërkurë tek shenja e Demit, prandaj dhe jemi më të qartë, tash jemi më të qetë. Edhe pse drejtuesi juaj pra që është Marsi do të jetë në kënd negativ me Jupiterin, mjafton për përmend disa herë, të jemi të qetë, të vëzhgojmë mirë situatën, kemi mundësi që të reagojmë në momentin e dur, por nëse jemi në përsi, normalisht edhe momenti për të reaguar do të jetë ose më them nuk do të mundemi të reagojmë. Prandaj dhe detyrimisht do të mund bëjmë gabime shumë më tepër. Tematikat më të rëndësishme për ripërsërisje janë të ardhurat materiale, pronat e përbashkëta dhe karriera gjatë gjithë kësaj jave. Në të njëjtën kohë do të preken edhe partneritetet dhe familja, por këto janë shumë më të thjeshta për të kaluar sepse mund të gjejmë zgjidhje më të thjeshta tek këto lloj tematikash. Është qartë, jemi tek Demi. Shenja e Demit është në një ndryshim shumë të madh në këto momente. Ndryshimi në përgjithësi është pozitiv, duke qenë se jemi të fokusuar tek të ardhurat materiale. Një ndër ndikimet më të rëndësishme në këto momente është Venusi i vendosur tek shenja e Binjakëve, që jep aftësi për të ndryshuar më thjesht. Pak më tepër që kemi edhe kënde pozitive gjatë gjithë javës të diellit me Jupiterin që shton fatin në përgjithësi, madje marrim edhe një ndihmë shumë të madhe nga vëllezërit, nga motrat. Në qoftë se jemi të vëmendshëm, nëse nuk jemi të vëmendshëm, atëherë mund të bijmë shumë më tepër prej themeve ose manipulimeve që po ndodhin në këto momente. Prandaj këshillimi më do të ishte që të vërtetojmë mirë situatën që kemi rreth rrotut, të piketojmë personat të cilët në këto momente po mundojnë që të na pengojnë dhe të na dëmtojnë. Dhe kjo do të na japë aftësinë vërtet shumë të mëdha që ne të zgjidhim problemet dhe të largojmë nga jeta jonë elementet të cilat janë të pashëndetshme ose në disa raste dëmtuese. Për sa i përket ardhurave materiale, po rikthehemi edhe një herë këtu, është një javë vërtet shumë pozitive, shumë pozitive. Po vërtet shumë pozitive. Prandaj që ta përdorim ka shumë rëndësi, të jemi të fokusuar thjesht tek ana praktike e gjërave që në të vërtetë shenja e Demit e ka. Prandaj është e thjeshtë, po, pak më tepër.
vërtet. Mirë, jemi tek binjakët. Për shenjën e binjakëve, patëm një qetësim të dukshëm me kalimin e mërkurit tek shenja e Demi, sepse jemi më praktik tashmë në përqasjen e gjërave, pak më tepër që në këto momente kemi edhe disa kënde pozitive të Uranit me Plutonin, pavarësisht se do të kalojë në retrograd, ndihmon vërtet shumë për të qëndruar më korrekt kundrejt vetes së tyre dhe vlerave që ata duhet të mbështesin. Në gjatë së javës do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm te këshillat që marrim nga shoqëria jon, kjo sepse mund të marrim disa këshilla të cilat mund të na drejtojnë në rrugë të gabuara. Me vetëdije apo pa vetëdije nga këta persona pra. Por nëse jemi të vëmendshëm, detyrimisht mund t'i anashkalojmë shumë thjesht dhe kjo madje mund të përkthehet edhe në rrugë të reja, në burime të reja për të ardhurat materiale ose në burime të reja për të argëtuar, për të shijur më tepër jetën. Një ndër pikat më të rëndësishme që kemi në këtë moment është pikërisht kjo, burimet të reja ose krijimi diçka të re. Ndërkohë që për sa i përket marrëdhënieve sentimentale, lidhjeve afatgjata, mirë të themi, mund të kemi përballje me thashë theme për partnerët e tyre ose për ata vetë në lidhje me marrëdhëniet e tyre dhe kjo do të thotë që mund të kemi edhe një farë sforcimi, por fal këtij sforcimi të vërtetë do të kuptojmë shumë mirë se ku qëndrojmë brenda këtyre marrëdhënieve dhe kemi dhe aftësinë që të rregullojmë detyrimisht.